Jemi sot me episodin e fundit të podcastit sa i takon periudhës deri për zgjedhjet e 11 majit. Më pas do shikojmë e do bëjmë, se si do avijojmë podcastin ton Ju flet kombinati. Sot podcastit ton i ka ndryshuar titulli edhe në një formë respekti të veçantë ndaj një prej të ftuarve të mi. Këtu kam Gjilda Kiton dhe Gon Tafën, po ja u them emra kështu siç i njohin njerëzit. Dhe për respekt ndaj Gonit, sot e kemi quajtur Ju flet Shara. Edhe pse për Gjildën dhe për mua është shumë më tepër se sa Ju flet Shara, është shumë më tepër edhe se sa Ju flet kombinati. Ky podcast është podcasti i qytetit të dashur të njësisë 6 të kombinatit, që është qyteti brenda kryeqytetit të madh. Edhe ne kemi trajtuar tema që nuk diskutohet e te kalojnë kombinatin, e te kalojnë njësinë 6, e te kalojnë ndonjëherë edhe vetë kryeqytetin. Shkojnë edhe në nivel qarku, po edhe në nivel vendi. Por sot është një podcast i veçantë dhe unë jo pa qëllim, Gon e kisha në mend që ta folnim bashkë të fundit, në episodin e fundit këtë bisedë që do bëjmë, sa i takon bashkëpunimit ton, njohjes, ti edhe një arsye pse unë ndoshta jam sot drejtues politik, sepse ti më ke ndihmuar që ne dinim shumë mirë bashk në delegimin tim të parë në Shark, ku kemi qenë bashk, me thënë drejtën ke bërë një pjesë shumë madhe të punës, dhe fal teje ne dolim aq mirë. Kuptohet ka punuar një ekip i tërë, strukturat, socialistët, e qytetarët e Sharës e tjerë, por pa ty ai rezultat do ishte i atij niveli, edhe kështu që në një farë mënyrë ke një përgjegjësi të madhe për sa i takon që unë jam prap në kombinat me ty, kësaj here ti je në postin ose në vendin tim si drejtues politik në Sharë, ndërsa unë jam drejtues politik për njësinë 6, edhe kështu që të dy bashk jemi në podcastin ton që më në fund do zbuloj tani raportin ton edhe karshi publikut. Një pjesë e mirë e kombinatit e di që unë të kam pikë dobët, por një pjesë e madhe e publikut nuk i di historitë tona të Sharës, e të kombinatit, edhe patjetër edhe historinë tënde personale. Edhe Goni shtu edhe për faktin se paktën sipas mendimit tim është një nga drejtorët më të mirë të Bashkisë Tiranë, sepse menaxhon njësinë apo po themi shërbimin e funeralit dhe varezave sa i takon Sharës, që është një nga varezat kryesore të kryeqytetit dhe që është një nga shërbimet më të rëndësishme, më jetike për gjithë qytetarët, është nga shërbimet më solemne dhe më të ndjera për gjithë qytetarët, sepse gjithë e dim që ka shumë rëndësi se si ky shërbim ndikon në përcjelljen e fundit që i bëhet çdo kujt që ndron jetë, çdo personi që është aq i dashur për gjithë rrethin e vet, për familjen e vet, dhe gjithë e dim se sa rëndësi ka për një qytetërim dhe se si thon madje që një qytetërim duket nga si i përcjell njerëzit dhe si nderon ata dhe si respekton ata në këtë moment të fundit të tyre në këtë botë, për të kaluar pastaj në botën tjetër. Kështu që Goni e këtu edhe për faktin se e një nga njerëzit më të respektuar të Bashkisë Tiranë, edhe një nga njerëzit më të besuar edhe të kryetarëve të Bashkisë Tiranë, sidomos të kryetarit Veliaj, por edhe i respektuar në komunitet, e një aktivist, e një personazh i suksesshëm edhe si prind, edhe si kryefamiljar, edhe në familjen tënde, edhe je një model për mendimin tim sa i takon edhe 3 fëmijëve tu. Edhe kështu që je njëri që bën gjithmonë mirë, që ndihmon, që i gjendesh njerëzve dhe më shumë se kaq s'kam çfarë them. Tjera do i thush vet. Gjilda, mirë se erdhe. Gjilda është në kohë një institucion i heshtur që nuk ka shumë fjalë, që mu deshta lusja që të vinte në podcast, sepse mendon që njeriu punët më të mira i bën pa folur, për duke punuar. Gjilda është në disa detyra në Partinë Socialiste, por na bashkon puna së bashku se është edhe e zgjedhur në Këshillin Bashkiak të Tiranës si deputete, po themi në kuptimin lokal të fjalës, si këshilltare e
zonës së kryeqytetit që mbulon dhe pra që përfshin dhe një singjasht. Kështu që Gjilda mi se erdhe, je shumë më tepër se kaq, je një vajzë që ka vite që i njeh strukturat, që i përmirëson ato, që i ke bërë ato të jenë më të suksesshme, je pjesë e gjithë fitoreve të kombinatit, je në bërthamën e çdo gjë të mirë që besoj unë ka bërë Partia Socialiste në kuptimin e organizimit dhe të ekipeve në nivel bashkie, ndoshta dhe qarku së fundmi, dhe ke ndjekur fushata, je me një eksperiencë e zakonshme, je një shkollë aktivizmit, po themi, politik, kështu që të flasësh edhe vetë, unë më lejoni që u zgjata, por duhet t'i thoja këto për të dy ju. Për mua është nder që të njoh, edhe është shumë kënaqësi që punojmë së bashku në këtë fushat, edhe që me siguri je një si themi, je një augur i mirë dhe për faktin që na je gjendur pranë, edhe që je gjithmonë e gatshme ndihmon çdo njësi, çdo drejtues politik, çdo aktivist, çdo organizat, çdo kryetar, bashkëkryetar e partie, edhe je një model në kuptimin kështu edhe si person, po edhe si profesioniste partijake. Faleminderit. Edhe në jetë nuk di shumë për jetën tënde, por që edhe në jetë me siguri duhet të jesh njëri shumë i suksesshëm. Ju falenderoj shumë. Që filloi ti po deshe dhe ndjehuni lirë, troç, hapur pas një lloj pengese në këtë chat. Faleminderit, ju that shumë. Për mua, unë mendoj që jam një njeri i orientuar më shumë drejt rezultateve, se sa drejt dukjes së tyre, apo qasjes së prezantimit të... Po, është e vërtet, unë kam shumë vite tashmë që merrem me politikën, pavarësisht se gjithë më njohin si Gjilda e Partisë Socialiste apo Gjilda e Selisë Qendrore. Kryesisht kam qenë në kabinetet politike. E kam filluar me kombinatin dhe jam jo pa qëllim prap në këto zgjedhje në kombinat. Kombinati ka qenë vendi i cili më ka mësuar trokitje nder me gjithë të rinjt. Më ka mësuar se sa e madhe dhe sa e strukturuar është kjo parti, dhe kjo e bën atë të jetë fituese, sepse edhe disiplina, ashtu edhe networku i gjerë dhe i madh që ka kjo parti, bën që të orientohet gjithmonë drejt fitoreve të mëdha. Jam shumë e fat që e ndihmoj sërish kombinatin, që jam zëri kombinatit në Këshillin Bashkiak, dhe jo vetëm i kombinatit, po dhe 5 ndrojq vaqar, janë disa zona të cilat i kam përfaqësuar edhe vazhdoj t'i përfaqësoj. Rikthimi sërish në kombinat për mua është shumë i volitshëm. Gjej akoma njerëz që thonë Gjilda kemi grisur këpucët së bashku, duke shkuar në çdo hyrje, në çdo pallat, duke ecur rrugëve të kombinatit. Patjetër që kombinati është për mua një ndër zonat më besnike të Tiranës, dhe këtë e them me bindje të plot. Dhe siç e pa e çuar në përsëritje, Partia Socialiste jo pa qëllim çon drejt fitoreve, sepse është një organizat shumë e madhe. Madje socialistët e vjetër thotë, nëse nuk je i qef mbetur, nuk je socialist. Sepse janë shumë edhe çdo aderim i ri, të gjithë duan më të mirën, patjetër. Më e vështirë si forcë për tu administruar në kuptimin edhe për të pasur një bashkëtesë sa më të mirë, po janë shumë, është familje shumë e madhe, shumë e madhe. Gon. Atëherë ju faleminderit. Do të filloj nga fillimi i karrierës time. Fillim karrierës kam qenë ushtarak, ish ushtarak, pjesëtar i forcës sociale. Pastaj kalova në Bashkinë e Tiranës për 10 vjetës. Po them me sinqeritet që kam bërë një punë me përkushtim drejtori Varrezës Sharrës. Një punë e cila më ka pëlqyer, pavarësisht se fillimi ishte shumë e vështirë, po më ka pëlqyer si punë, me të thënë drejtën, me shërbimin ndaj qytetarëve ka qenë i mirë, domethënë me atë që ndjej unë. Ka qenë i mirë, punë pa të meta nuk ka, të jemi të sinqert,
pa gabime nuk ka, po jemi munduar me atë që kemi, me atë që mundësitë që na kanë dhënë, me aftësitë e mia, munduar që të shërbejmë mirë. Po të nisim nga ana politika, unë po me sinqeritet në 2021 mos gaboj, në Sharrë dola delegatu për herë të parë në gjithë zonën e Sharrës, bashkë me ju. Ka qenë një punë shumë e madhe, një ngarkesë shumë e madhe nga ana psikologjike, gjithë themi sinqert. Dhe si rrëdhuan ngjarjet, ti di shumë mirë që do të thonë që kishim ngarkesa, kishim po me shumë vujtje. Sharrë, po të nisim nga Sharrë shumë, do të thonë, si theme, jo e përsekutuar, por ka shumë nevojë për infrastrukturë rreth parë, e cila për mua është shumë keq. Nga 2021 ne kemi punuar diçka dhe kemi arritur, dhe në sajtë do të premtime dhe të punës që kemi bërë, kemi arritur duke marrë nga fitore duke qenë më mirë në Sharrë, po prap ka shumë punë për të bërë. Lidhe me Sharrën. Sharra për mua është ka shumë punë dhe ka shumë nevojë, po janë banor që po tham po dhe po. Pavarësisht vështirësive që kanë, situatave që kanë, infrastrukturave që kanë, për mua janë të besnikë dhe të kanë pas dy probleme të mëdha që nuk e di me vërtet që duhet jenë shumë të fortë, sepse në një farë mënyrë janë të lidhur, nuk është zgjedhja e tyre, por ka qelluar që aty është si ajo që thamë pra pjesa e strukturës së varrezave të qytetit, pra po themi në një farë mënyrë, po duam ta themi ashpër, kanë përdit aty pranë një nga fenomenet më të fundit që njeriu dëshiron të jetojë afër, që është vdekja, dhe pak më lart kanë një nga fenomenet e tjera mjedisore që njeriu nuk do dojë asnjëherë të ketë afër, që janë mbetjet, që është landfilli. Pra në një farë mënyrë këtu kemi një nga situatat më delikate, sepse këtu është, si më thënë, për dreq janë të dy këto zona, dhe natyrisht që kuptohet, varrezat ne i shikojmë gjithmonë me shumë normalitet, sepse është një pjesë përbërëse e jetës sonë, dhe ne aty dhe nderojmë, edhe shkojmë dhe vizitojmë, dhe aty dhe i përkujtojmë ata që ndahen nga jeta, edhe kemi njerëzit e dashur e tjerë, dhe në fundit prapë është një institucion aty që jep dashuri dhe ashtu në mënyrën më statike, siç është, por më shqetëson për shembull shumë pjesa e landfillit, kështu që këta njerëz janë përballuar, dhe pastaj vetë landfilli do të thotë probleme administrative, toka, shpronësime. Atë shumë probleme, banorët e probleme të shpronësime me vlera të ulta, mbivendosje, halle, domethënë nga pikpamja e pra Sharra është e vuajtur shumë edhe nga infrastruktura, po edhe nga problematika që ka hasur me këto dy. Është shumë lënë masdore, të jemi sinqertë. Zona, po themi. Po ta themi sinqertet, Vorrezo i them shokëve mi që sa herë që po të vish një herë muin Vorrezo, ose 2 herë në muin Vorrezo, njeriu kupton se ç'është jeta. Ashtu, e the shumë bukur të. Po, të jemi sinqertë, domethënë po të vish një herë ose 2 herë në muin, edhe njeriu mundohet po të vi 2 herë në muin, mundohet të bëjë vetëm të mira. Sepse e kuptoj që tërgjithësohet, kuptoj që jeta një ditë do shkojmë gjithë atje. Mirë, ideja është që Sharra, pra njeriu gjithsesi është qenie optimiste, njeriu është qenie ndonjëherë arriviste, ndonjëherë shumë ambicioze, egoiste, etj, dhe ndoshta kjo na forcon, nuk e di, kemi këtë adrenalinën e sfidës për realizuar, për test përpara, natyrisht na shtyn shumë, na motivon familja, na motivojnë trashëgimtarët, na motivon fëmia, na motivojnë dëshira për të bërë më mirë, është në natyrën tonë, por për të pasur më shumë ndonjëherë, për të bërë më mirë, për përmirësuar jetën, është, nuk e di, një shtytje si duket që, po këtu te kjo të pasurit më shumë, pastaj kur vjen puna në fund. Ja, janë gjithë një lloj. Gjithë një lloj, edhe kështu që ka parametra teknik që nuk i ndryshojmë ne. Që nuk ndryshojmë. I ka vendos. Po janë 2 me 90 aty, s'ka ku shkoj. Po. Parametra teknik janë brenda, nuk kemi. Por tani gon të flasim hapur, se ne kemi zakon që te ky çati duan të flasim hapur. Ka pasur shumë debate në Tiranë, ka pasur 2 varreza. Po. Edhe Shishtufina. Edhe Tufina dhe Sharra, varrezat kryesore. Drejtën nuk është fol mirë gjithmonë për Shishtufinën. Sa po e more ti Sharrën, jo që su fol më keq, po njerëzit e kanë si referencë. Të them me sinqeritet, vitin e parë në varrezat. Integriteti absolut nga ana jote dhe stafit tënd. Si bëhet këtij muhabeti? Domethënë, duhet të shkosh ti më lart që të menaxhosh 2 varrezat. Po e themi këtë nuk e kam, gjendor në këtë drejtim. Nuk e kam në atë pretendim, nuk e kam.
të them me sinqeritet aty ku jam e bëj punën me kënaqësi. Sepse kam arrit, domethënë vitin e parë kam vuajtur shumë. Duke thyer fenomenin që ishte bërë përpara, rasti që ishte bërë përpara dhe kishte problematikë nga më të ndryshme. Se njeriu kur është tallë nuk von. Të jemi sinqert. Po vitin e parë, domethënë vitin e parë, vitin e dytë kam vuajtur shumë. Pastaj arrita të vej një ato rregulla, nga ana ligjore, po domethënë kundrejt ligjit, domethënë ç'gjë. Vura të disiplinën rregullë siç e kam unë dhe kam për shumë vitesh që kam vurë punën në vi. Edhe bëj me kënaqësi, po mos gaboj 2 vitet e para, 2018 kam marrë certifikat mirëore nga Bashkia e Tiranës për punën që kam bërë për vlerësimin e punës. Gjithë domethënë kam marrë për herë të parë aty, kam marrë domethënë për punën që kam bërë, po lidhe me tufite nuk kam pasur asnjëherë. Domethënë gjithmonë ne kemi qenë institucion vete, administrim vete, po ta them që e bëj me kënaqësi, nuk është një punë që mirë, je modest, por ta dish që jo vetëm unë, po shumë veta në këtë realitetin tonë e din që je një nga personat me integritet shumë të lartë edhe që je një potencial në mënyrën tënde, ashtu si e ke mënyrën tënde, që e ke ndonjëherë dhe pak themi emotive dhe je i ashpër ndonjëherë në atë mënyrën tënde si punon, por në mënyrën tënde je një model për integritetin, edhe një model për suksesin në shërbimin publik, kështu që je në vëmendjen e atyre që duan të përmirësojnë shërbimet publike, edhe unë diçka të kërkoja mbrapa, por si se ashtu do të vetëm rrethimi i varrezave çare do ishte gjë perfekte për banorët që janë jetë me varrezat, sepse dikur para viteve 90, sipas historikut të varrezave, ka qenë me mur rrethus, me mur jo me zgarra egër, me kështu si janë tash. Pra ka qenë mur rrethus. Një ndarës, po themi, vizualisht nuk shifje. Lë të shikosh brenda. Sepse aty ka shumë familje që kalojnë në rrosë të varrezave çare dhe automatikisht kraht pa qef banesën, kraht djathtë qef varrezat. Shumë e drejtë. E cila ajo nuk është se do në investim shumë të madh, është gjë që realizohet. Shumë e drejtë. Për mua do të ishte gjë shumë e mirë. Uroj shumë edhe që me landfillin të kemi lajme të mira, shumë shpejt do të ketë një negociatë shumë të rëndësishme për të 4 qytetet, pra për Tiranën, Elbasanin, Fierin dhe për Durrësin, për përmbylljen me anë të një negociate që do të integrojë të gjitha këto qytete dhe mbetjet e tyre, përpunimin, grumbullimin e tjerë, dhe do kemi lajme shumë të mira shumë shpejt, jo vetëm që mos ketë më mbetje në kuptimin ose po themi ndotje edhe në kuptimin atmosferik edhe në ato shtullungat e erës ato janë akoma e ndonjëherë dhe trëmbemi ta themi, po dhe në një ajri toksik që mund të jetë i çliruar, shumë shpejt për një kohë shumë të shkurtër të garantoj për të gjithë se ti banon atje, ti edhe banor atje. Po banor. Ti ke shtëpinë atje dhe kështu që për gjithë banorët atje do punojmë, do bëjmë maksimumin që kjo punë të mbyllet shumë shpejt. Pjesa e plagës, asaj avarie që na ndodhi, që ka ndodhur, që është të sot pjesë e një hetimi, dhe që besojmë që shumë shpejt jetë t'i përkasit shkuar si problematik. Gjithla ne bashkë kemi më si themi punëtor pastaj të pjesës politike organizative dhe jo se dim realitetin dhe ti e di realitetin natyrisht shumë qartë, po që na thuaj mendimin tënd për Tiranën, zgjedhjet e qarkut, si e shikon pritshmërinë, matjen e ndjeshmërive, ti e marr shumë me sondazhe, ti e marr shumë me partinë, me organizatën, apo s'na thua dot, janë sekrete këto? Sondazhet kanë dalë, janë publike nga shumë faktorë dhe aktorë, edhe të pavarur. Kështu që edhe sondazhet tona afrojnë pak a shumë me ato të përgjithshme që kanë nxjerrë exit pollet ndryshme. Të gjitha tregojnë fitoren bindëse të Tiranës, e cila është jo qyteti më i madh, po më shumë se gjysma e Shqipërisë me numër banorësh. Partia Socialiste rezulton që është jo vetëm fituese, po ndoshta në këto zgjedhje do të jetë duke për te pritshmërisë, duke marrë mandatin edhe të 20. Në qarkun Tiranë, në këtë fjalë. Po flasim për qarkun Tiranë. Sepse është shtuar një mandat në qarkun Tiranë, nga 36 kemi 37. Po, edhe diaspora. Edhe kështu që ne tani duhet të synojmë te 20, po themi të paktën se mund të ishte pak si prepotente, po ta thonim kështu, po që
Në synojmë 20-ën. 2021 kemi humbur mandatin e 19 në Tiranë për shumë pak Për vota. shumë pak votë. Kështu që absolutisht që mendoj që do të jetë i rikuperueshëm i 19 dhe pse jo edhe me votimin e diasporës që është një risi tashmë për Shqipërinë, do të kemi edhe të 20-ën në Tiranë. Gjilda, ndjehu e lirë dhe na thuaj si pe këto zgjedhje, pak të zgjedhje s'kan mbaruar për këtë fushat, Po. si e pe me optikën tënde të perfeksionizmit, të mirësjelljes që ti pret nga çdo strukturë, të mënyrës gati teknokratike që ti inspiron si person në parti, çfarë mund të bëni më mirë, si e ke ndjerë ti, nuk diskutohet që ka pas diferenca ndoshta mes njësive, mes drejtimeve të ndryshme politike të drejtuesve të ndryshëm. Po nuk po them nuk dua Edhe nga asnjë lloj viti në vit. nuk dua asnjë lloj lavdi as unë nga ty, as ti nga unë, po në përgjithësi si e ke parë që sa vjen se dhe bota po ndryshon, po ndryshon Pikërisht mënyra edhe si qasjet, të edhe rinjt politika. qasën, si të rinjt na duan t'i Pikërisht, afrohemi. Fushatat janë të ndryshme nga viti në vit. Kjo fushat është shumë e qetë, mund të them është shumë e hapur. Jo se nuk i ka vetë fushata, e ka atë pjesën e adrenalinës që e përcjell tek banorët, tek njerëzit, stafet, shtabet janë gjatë gjithë kohës me njëri tjetrin, ai networku i përbashkët, takimi, më thënë për çdo person, takimi dorë më dorë është gjithmonë ai impakti i parë. Imagjino se sa herë në ditë e bën këtë një kandidat apo një shtab, dhe feedbacku apo energjia që shkëmbehet, sinergjia mes njerëzve, gjithmonë bën që të jenë më afër edhe të japi një tjetër lloj satisfaksioni. Këtë herë mendoj që ka qenë një ndër fushatat më të qeta. Ka rrjedhur natyrshëm. Patjetër që strukturat edhe shtabet kandidatët kanë qenë të gjithë në terren dhe jo për pak kohë, po vazhdimisht në mënyrë jo ikin dhe vinë, por janë aty gjatë gjithë kohës, në kohën e dur, në takime me banorët, në diskutime me ta, kështu që janë shumë afër me njerëzit, në kohë të një pasnjëshme, jo vetëm koha e fushatës, si çon aty. Fushata, nuk e di, e disa Edisat. herë radhazi që çon drejt një fitore dhe nuk e di, ndonjëherë dhe fitoria në vetvete mund të bëhet si më thënë, e përsëritur në kuptimin e stafeve dhe ndoshta ndonjëherë mund edhe t'i bëj ato ta marrin si të mirëqen edhe të mendojnë që e kemi të fituar dhe ndoshta kjo ul interesin nëse ul atë garën, apo Jo, se ke vënë re që t'jetë një problem? Nuk ndodh kjo tek ne përpos faktit që jemi jo vetëm e këmbë tokë, por edhe të lexueshëm në shifra, po ka një punë në detaj nga Po pra këtë them, a secili. motivohet do të kollaj një ekip i cili duhet vi pra për të mbledhur për një rezultat i gati, duke qenë fillim që do jetë një fitore, por që punoj vetëm që të jetë fitoria më e mirë, edhe këtu do goxha motivim. Në çdo ekip është gjithmonë ajo që nëse ti do një ndryshim, duhet ta fillosh nga vetja. Kështu që në çdo ekip është kjo që çdo antar, simpatizant, kontribues janë shumë aktiv për të bërë atë ndryshimin dhe për të mbajtur gjallë atë frymën, edhe për të qenë gjithmonë pranë njerëzve në çdo lagje. Pra, sa më në shumë çdo shtëpi duke fitojmë trokitur. dhe sa më shumë mandate, aq më të mirë duhet jemi në çdo nivel, sidomos në nivelet përfaqësuese të larta, Absolutisht. që të bëjnë mundur që njerëzit motivohen të vinë, të afrohen, të kenë kënaqësi të punojnë, të duhet i tregojmë në çdo kohë që ne jemi riangazhohen. aty, jemi sistematik, ne nuk vim dhe ikim vetëm kur është ky proces, por ne jemi gjatë gjithë kohës aty bashk, sepse pak a shumë shtabet janë banorët, jo, nuk flas vetëm për shtabet politike, po për organizatat, për partinë, janë banorët që jetojnë aty, janë pjesë e atij komuniteti dhe tregojnë që ne jemi të gjithë bashk,
edhe pse kemi një familje dhe kemi ku adresojmë problematikat tona dhe ku marrim ndoshta dhe zgjidhje për problematikat e komunitetit, që flitet për zgjidhjet përbashkëta për të mirën e zonës apo për mikroklimën aty. Kështu që ata janë bashkë, vinë nga ajo gjë, nuk mund të i sjellim dot nga hëna, do të ishte mirë, as nga Amerika. Janë banorët e vendit. Sot keni organizimin më të madh të mbylljes fushatës dhe me siguri që ti e brenda ekipit organizator, ti njihesh si personi që nuk thua asnjëherë gjërat që janë sekrete, që janë kështu që janë ato punët e brendshme të partisë në nivel sipas hierarkisë, kështu që ruan informacionin dhe që nuk ndan informacionin kur s'është e nevojshme. Po sot na pret ndonjë surprizë ose ndonjë po themi gjë e re në kuptimin se si do mblidhemi. Vendi ku do mblidhemi sot është tek afër Parkut Olimpik, tek fusha e madhe e Federatës Shqiptare të Futbollit. Vendi që kërkaj mirë. Dhe pritet jemi me mira, ku ne nga kombinati 26 do jemi mbi 1200 si përfaqësi atje, dhe në një gjë që lidhet me do jetë kryeministri, do jenë kandidatët, do jenë është kryeministri, kandidatët, drejtuesit politik, qartë. Drejtuesit politik të qarkut dhe njëkohësisht është konceptuar që të jetë në formë festive, ashtu siç e kemi hapur fushatën, ashtu dhe do ta mbyllim me një festë të madhe. Pra sot ti ke edhe këtë punë shtesë që po merresh, kështu që të falenderoj që je me ne, sepse ndoshta ke shumë tepër punë sot në selin qendrore. Nuk po të hyn në pyetje të tjera të them që ishte më mirë ky apo më mirë ai, ti ke eksperjenca ndryshme, ke punuar i hy që në fillim të marrës pushtetit nga ana e socialistëve edhe me drejtues të tjerë që në kohën e thash, kam nisur me një ekip fresh i derë. Po. Dhe pastaj drejtuesit me radhë. Dhe pastaj kam qenë në disa shtabe politike të drejtuesve politik tek 10-a, e cila është, unë jam banore e njësisë 10. Pastaj kam qenë në seli qendrore, ku kam pas gjithë Tiranën në pjesën organizative. Sot jam sekretare ekzekutive e Tiranës. E Partisë Socialiste Tiranë. Në nivel të Bashkisë Tiranë? Po. Okay. Kam qenë me drejtues politik të qarkut Tiranë. Okay. Dhe patjetër që kam qenë në çdo zgjedhje të qarkut dhe të bashkive, të cilat kanë eksperjenca të ndryshme, duke filluar nga Rogozhina, Kavaja, Vora, Kamza dhe po ashtu Tirana, që është zemra jonë. Mirë, Gono, u zgjatëm pak, po ne na duam të punte e aparateve të partisë, kështu se ne të dy jemi çik më apolitik, kupton? Ne me pa partinë s'bëjmë dot gjë, Gono. Kupton, kështu që do të thoshë diçka lidhe me punën. Do të thonë, në fillimet kam pas shumë, do të thonë, shumë probleme, shumë presione, kam menduar se është pozicioni i punës të tillë që kisha, po të them me sinqeritet, fal me shtetet së drejtoresh së përgjithshme të Bashkisë Tiranës, Raymond Ashina dhe kryetarit të bashkisë, kam arrit aty ku kam dashur punën, do të thonë, ka arrit puna ku jemi sot. Fal me shtetet së tyre, do të thonë, kam pas nga më të ndryshme ja ky ai, do të thonë, si aty si varrezë shumë punë e vështirë. Pavarësisht nga ana kështu mund duket gjë, po shumë e vështirë sepse çdo njeri aty vjen për hall. Halli të dërgon aty. Do të thotë dhe kemi pas shumë probleme, po fal me shtetet e tyre kam arritur atë dhe nuk ka rrekull. Do ka qenë me shtete e madhe aty. Jo, shumë mirë. Megjithatë tani Gon ti i edhe, si më thën, bashkë me përgjegjësinë që ke bërë që dhe unë ndoshta të marr një dorë nga ajo që bëm bashkë dhe që bëre ti dhe që të jem ku jam sot, sa i takon besimit që mu dha mua për të drejtuar politikisht të fushat dhe për njësinë 6, tani dhe ti vetë je një person që nuk i druhesh përgjegjësive. Falë atij rezultati, së bashku ne caktuam ose të paktën rekomanduam bashkinë që të zgjidhte një vajzë shumë mirë në njësinë administrative, dhe ajo drejton këtë njësi administrative 4 vite më pas, dhe është një vajzë nga Shara, që është Matilda, por tani Shara është edhe një, jo vetëm është goxha numër votuesish dhe është mbi 3700. Po, dhe rezultati i Sharës ndikon ndjeshëm rezultatin e njësisë 6 dhe rezultati i Sharës ishte më i mirë në vitin 2021. Njësia 6 ishte shumë mirë, por Shara ishte kampionja. Mos gaboj 1/10. Po, është gjithë votat e Sharës, të njësisë 6 është Shara. Dhe ishim atëre kampionët e njësisë 6, vetë njësia 6 ishte një nga njësitë më të mira në nivel bashkie, por kjo do me thënë që
mesazhi është dhënë i qartë, që domethënë nga ne pritet shumë. Po, Nga njësia 6 pritet prap shumë, ndërkohë që kemi numrin më të madh të havave dhe problematikave që do duhen zgjidhur dhe që do kenë një kosto me siguri, edhe nga ana elektorale, edhe kështu që ne kemi punën fort që t'i sqarojmë, por nga ana tjetër mendoj që djemtë e kombinatit, djemtë e sharës, djemtë e gocat e profesionistët e kësaj zone duhet marrin dorë fatet e zonës, edhe të siç një pjesë i kanë marrë, edhe të punëve që zona ka me qytetin, dhe ka me që e lidhin me qytetin, edhe këto halle që janë jo të vogla, se në përgjithësi këto që tham janë shërbime që janë në fakt që lidhen me gjithë kryeqytetin, mos them metropolin dhe përtej bashkisë, dhe në fakt ndodhen kështu lokalizohen në sharë, po janë shërbime për shkak edhe impjanti i ri i mbetjeve apo impjanti që duhet përfundojë mbetjeve Durrës Zeza është në afërsi, në Prush, pra prapë na prek në një farë mënyrë kështu si në zonën e si zonë dhe si njësisë 6. zonë interesi. Pra shumë projekte që kryeqyteti duhet mendoj, duhet jenë patjetër në një farë mënyrë të ndihmojnë shumë këto zona që ne po përmendim, sepse këto zona kanë vite dhe ndonjëherë kanë paguar dhe kosto dhe ndonjëherë kanë mbajtur dhe kanë sakrifikuar edhe nga vetja e tyre në shërbim të qytetit, në shërbim të Tiranës madhe. Edhe kështu që unë të shoh me shumë vëmendje mënyrën se si ti zgjidh ato problemet që ka aty në rang vendor lokal, mënyrën se si komunikon me komunitetin, se si e i njohur dhe në zonën rurale, edhe në zonën e fshatrave, se si merresh që nga komuniteti rom deri ke komunitetet e tjera që kemi afër, që janë gjitha dhe me prejardhje të ndryshme, edhe e bën këtë gjë edhe në një kohë që ka pas edhe probleme familjare, që për ty tani në një farë mënyrë të kanë rritur shkallën e vështirësisë, uroj të shkuara për vllajën edhe në familje. Dhe prap je gontafa që bova kime thot dikush që se ke mirë diçka, e bo 10 herë më mirë mena 24 orëve, kupton, sepse e kanë karakter këtë pjesën e Këmbgulje. Të motivon kjo pjesa e në një kritike fare të vogël, ose larg qoftë në njëri që domethënë që do me konkuru me ty, e kupton, që nuk diskutohet që do fitoj Goni. Edhe e kemi marrëdhënie me Goni shumë të mirë, edhe kështu që unë duket shumë qartë sepse doja të ishte ky podcasti si episodi i fundit para 11 majit. Themi me sinqeritet, Sharra ka shumë nevojë. Të jemi sinqert. Sepse ka shumë nevojë, për ta thash që para infrastrukturë gjëra ka shumë nevojë. Sepse është 200 metër vjerore, 300 metër larg kombinatit, është shumë afër. E të kemi akoma probleme me ujë, me drita, me rrugash. Jemi në 2025. Të jemi sinqert. Do duhet të luash dhe vetë, të gjithë ne do luajmë një rol fort, po juve, njerëz si ty, njerëz si Xhilda, njerëz si... Jo, sinqerisht unë në këtë fushat, domethënë gjë kam marrë, kam shkruar ty dhe mbas fitores thellë që do bëjmë tash, do të merrem me këtë gjëra. Puna jon fillon në datë 12. Po, do fillon dhe. Kështu që në çdo aspekt. Do të patjetër. Goni nuk heq dorë nga kërkesat e veta, me drejt. Edhe pjesa ushtarake, unë e besoj. Në ka një gjë që na bashkon sot ne të dyve është jemi të dy ish ushtarak. Ke edhe një background të forsave speciale. Që lidhet me forcat speciale Xhilda. Po. Dhe të dy kemi shërbyer. Jemi këmbgulës, Shumë këmbgulës, sistematik. Po si është muhabeti i forcave speciale dhe... Po, jemi edhe me medalje. Kështu që ajo na ka edukuar të jemi jo vetëm të drejtë, kërkues, këmbgulës, punëtor, sistematik, edhe ta ruajmë atë pjesën e sekretit kur duhet derisa ajo të dalë ashtu siç është. Domethënë duhet edhe kjo pjesa të mos flasim, por të veprojmë më shumë se sa të flasim. Ja të thoja që po ju drejtojmë kështu si kandidat në këtë rast, edhe duke qenë se kombinati na ka lidhur bashk në këtë fushat, që e gjithë kjo energjia e fushatës është shumë e ndikueshme tek secili nga ne. Kuptohet, kandidati ka barrën më të madhe në këtë pjesë, sepse duhet jetë në çdo derë, në çdo familje, tek çdo qytetar, Goni e di.
se sa këpuc ka argjuar dhe goni këto fushata. Dhe përveç se prekja e dorës, hyrja në zemër edhe në shtëpi të çdo qytetari është edhe këto punët e mira që duhen bërë. Dhe këtë e them jo vetëm si pjesë e familjes Partisë Socialiste, po ashtu edhe si nga këshilli që ne kemi detyrim të shërbejmë. Dhe në çdo kohë dhe në çdo mbledhje përpiqemi shumë të kalojmë bonuset e qeras, përpiqemi shumë të kalojmë vendime dhe vendime shumë të rëndësishme që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve dhe aq më tepër kombinati që ka pas disa plag dhe fatkeqësi natyrore, siç ishte tërmeti, se pandemia ishte për të gjithë dhe ishte një vuajtje shumë e madhe dhe prekje e shumë familjeve, por kombinati ende ka nevojë shumë për rindërtimin dhe për ta bërë ashtu art, kombinart. Kështu që gjitha i pasioni juaj, ajo puna juaj e palodhur që ndonjëherë e shoh që nuk do të shprehet në formë premtimesh, por jam e bindur që përpara atyre premtimeve apo mbas blendit fshihet ai plani i detajuar i çdo cepi të kombinatit për ta rindërtuar ashtu siç duhet dhe siç i ka hije kombinatit. Dëshira ime, ju e dini shumë mirë, do ishte për çdo cep e pëllëm të zonës, dhe jo vetëm, sepse na dhëmbe dhe jemi në merak për shumë aspekte se si jetojmë në këtë qytet gjithë. Gjithsesi, prap kjo punë nuk bëhet dot vetëm, edhe prandaj edhe unë e kam shumë të rëndësishme që ta ndaj edhe me publikun atë që ne kemi bërë shumë mirë të fushat, që më duket se të paktën e kemi arrit qëllimin që ta kuptojnë të gjithë që kjo është një çështje e shumë njerëzve, edhe unë dua që ju ta kuptoni edhe vetë që domethënë për shembull sjellja se Goni është atje dhe është në mënyrë direkte në territor, po për shembull unë njoh jo shumë këshilltar të Këshillit Bashkiak, të cilët përveshin mëngët, edhe se nuk është dhe e lehtë të vish në zonë ose të identifikohesh, të ekspozohesh, se njerëzit e pyesin. Ore ku janë këshilltarët tanë? Ne kemi votuar për një Këshill Bashkiak, etj. Dhe Jaku është Gjilda, që përveç detyrave të saj si kryefamiljare, në kuptimin që është një person që ka dhe një jetë private në fundit, ka dhe një punë që duhet bëj, dhe ndërkohë është edhe në selin qendrore, bën dhe detyrat e saj si sekretare organizative, ekzekutive, akoma dhe më lart si detyrë, por është edhe në zonë kur duhet me ne për kombinatin, për atë vend që e ka zgjedhur në Këshillin Bashkiak dhe na ka mbështetur, si më thënë, për gjithë aspektet që lidhen edhe në komisione, në mbledhjet e Këshillit, gjithçka mund të bëhet për zonën. Edhe pastaj si aktiviste, ndërkohë që edhe atje ku banon, pra njerëzit si ju janë shumë të rëndësishëm për njerëzit që do mendojnë që do të përfaqësojnë ose do duhet përfaqësojnë, përndryshe që nuk do bëhet dot e mundur që të realizohet dot. Që unë jam shumë i Lloj bashkëpunim. nderuar në këtë aspekt, sepse kam gjetur edhe njerëz në këtë fushat si ju që janë me vërtet shumë të rëndësishëm. Nga ana tjetër ne duhet jemi shumë të kujdesshëm që çdo njeri tjetër, çdo ndjeshmëri tjetër të respektohet, duhet shumë takt. Ne kemi pas të probleme dhe bashkë që ne jemi çik si tipa pak më antikonformiste, më të ndryshëm, e kështu më mirë, po nganjëherë edhe ai personi i organizatës atje shikon tek ne vërtet drejtuesit, po shikon te ne edhe një njerëz që duhet mbajnë dhe një ekuilibër, dhe ne jemi kujdesur shumë ta mësojmë të gjë si art, që çdo njeri nga ata që janë atje në territor ka rëndësinë e vet, ka atë rolin e vet, të vogël, të mesëm, të madh, dhe po nuk u bëm një bashkim shumë i rëndësishëm në një masë e cila të mos ta humbi atë pigmentin e qëllimit, kupton? Atëre do ishte e vështirë. Kështu që në këtë aspekt shqyr punët kanë shkuar shumë mirë, fushata ka shkuar shumë mirë, ne jemi rritur gjatë tyre muajve, edhe na ke rrit dhe pulsi. Janë afruar edhe shumë të rinj, janë afruar edhe shumë njerëz që nuk janë, po themi, drejt për drejt të partisë, shumë qytetar, biles Gon ti ke punuar edhe në gjithë spektrin tjetër për te partisë, edhe ti, po edhe shumë të tjerë, kolegë tanë, edhe kështu që vetëm kështu mund t'ja dalim kësaj historie që pastaj prapë me po këta njerëz të mund ta
vëm në jetë atë ndryshim që kombinati po pret. Unë po dal prapë ke Shara, po të theme, të zgjedhjet e fundit, isha në teren dhe ishte bitis ke Lafill dhe Sharët, janë 2 mini lagje, Fisi Lamuça dhe Dheneli, cila nuk kanë qenë pjesë e njësisë jashtë, është era parë që na bashkon neve. Po të theme sinqeritet 30 vjet pa ujë. Do të Fisi Lamuça 30 vjet pa ujë. Edhe jam skandalizuar kur kam shkuar aty, domethënë kam kelçu, nuk di çfarë të thoya, si të fare ngela kështu. Çfarë thuaj tash 30 vjet pa ujë. Dhe Ka nevojë shumë. Për arsye teknike, ke çuptime, Po ishte midis jo jekse, jo andej, Normale, ende të pa jo vaçar, jo Jo ktej. Vaçari, jo Shara, jo kombinati, jo si e Po e gjashtë. adresuam të problem dhe kjo Po atë është drejt zgjidhjes. Po e ndjem që ne bëm një takim bashkë, ishte edhe ideali që tha që nuk martohemi sa Po, që kishim një grup çuna që Po, thoshin grup çuna që nuk s'na do- vin nuset. nuk na vin nuset, Nuk se vjen s'kemi- vajzë të martohet me ne. Po. Do të thënë, edhe ajo ka shumë nevojë për, do të thënë, bas ka data 12 Nuk mbrapa. diskutohet që të jenë punët që do bëhen në Të para, domethënë, ndër të para, ndër të kodi para. zgjedhor na lejon që t'i adresojmë, Po. do adresohen, nuk është çështje këtu muhabet vetëm strikt votash, ne po Jo, hedhim nuk ka të gjë me lidhje, tavolinë për si Kjo diskutim Jo, shërbim jo. ndaj qytetarit. ne e njohim Shërbimi realitetin qytetarit. dhe nuk e fshehim Qytetari atë. do në çdo ditë shërbimin, Shërbim. edhe pse është zgjedhje apo nuk është zgjedhje. Ka nevojë për shërbimin në ujë, sidomos është Pa, jetësor. edhe Janë unë disa që gjëra edhe unë që jam jetësore. banor i Sharrës aty, unë jam 24 orë në ditë pa to. Do të thënë 24 orë jam ato për arsye se jam banor aty dal për ditë, aty lëviz për ditë, aty dal darkë të gjithë dhe jam për ditë çaj mallës së bashku. Megjithatë kryeqyteti është madhuar shumë, dhe nga kjo duhet thënë që ka pas edhe zona informale, nuk ka qenë dot në gjendje të përballojë të gjithë shtesat në banor dhe në ndërtime që kanë qenë dhe pale, një pjesë e madhe e tyre, por që ka dhe shumë haqe administrata, kuptohet, edhe ajo e nivelit njësitë administrative në vite, sa ato janë të akumuluara si problematika dhe pastaj Janë të vjen një mbartura, moment janë. që vjen një moment që ndoshta edhe 10 bashkia vjet. vetë nuk ja Po, del po. dot në të gjitha hallkat e veta, por ne duhet përmirësohemi rrugës të gjithë, kupton, nuk është çështje. Edhe banorët duhet bëjnë pjesën e tyre, edhe lagja duhet marrë përgjegjësitë e veta, edhe se unë di dhe probleme tjera që lidhen me mënyrën se si ato rrugë i bllokojmë ndonjëherë, s'kalon dot një zjarr fikse, s'lëm vend për të bërë as kanalizimet, kemi pas raste kemi dash kalojmë tubin s'të lë një nga 10 banor vuajnë për ujë, njëri Një nga nuk ata ke, 10 s'të lë të kalosh po. tubin që bën të vuaj të 10 familjet e tyre. Domethënë është ndonjëherë një hall i madh dhe në këtë Edhe bashkëpunimi drejtim që komunitet, do dhe po, një po. koordinim që kjo do dhe shumë si më thënë Të bëj bash shumë komponent. Duhet që të Vullnetin- bashkëtojmë, po, duhet- vullnetin e do dhe një për vetë përgjegjësim, kupton, për këtë gjë, sepse nuk është kaq kollaj që gjërat të bëhen vetëm nga lart, vetëm nga lart, vetëm nga lart. Uji s'mund vi nga shtyllat e dritave. Uji do duhet të kalojë përmes kanalizimeve dhe përmes tubacioneve. e ndoshta në ndonjë obor familje, ndoshta një To që ne pjesëtari prona është prona familjes, ime, prona domethënë ime. ka dhe Domethënë, problematika duhet më vullneti të ndryshme. gjithëve që të përmbushet ajo. Po kjo është detyra jo. Si deleguar në për zona që ti bindi dhe të Po, bëjmë. po, të Po, negociosh do me t'jemi- secilin për të arritur më të mirën në komunitet. Do të jemi shumë shpejt mendoj unë me një situatë që do ndryshoj ndjeshëm edhe në zonat më të vështira ku jemi, duke folur, po edhe në pjesën qendrore të kombinatit, të njësisë 6, edhe po të keni diçka një thirrje tuaj, ma thoni, Me një plan marshall të ose presin. një vlerësim tuaj. Po ne kemi menduar mas datës 12. Drejt se me ju doria përgjithmonë, po puna është që sot është një ditë që kemi Unë shumë të punë. doja ta mbyllnit juve me atë vendimin e mirë për kombinatin. Nuk di sepse nuk dua ta instrumentalizoj, por kishim një lajm të mirë sot që në mbledhjen e qeverisë u mor një vendim që përfundimisht saktëson dhe zgjidh një problematikë e cila lidhej me një numër të shpronsuarish, të cilët do të pajisen me shtëpi brenda programit të rindërtimit, që nga pikpamja e zgjidhjes për të shpronsuarit pengonte dhe shortin për banorët e tjerë në një numër shumë të madh, dhe ky short tani do jetë i mundur, lirohet pra dhe çbllokkohet edhe pjesa e rindërtimit për pjesën tjetër të banorëve që nuk lidhen me të shpronsuarit, edhe ky vendim kaloi sot mbledhjen e qeverisë që rregullon përfundimisht
Të dy pjesët. Të dy pjesët, edhe kështu që do të ketë me të vërtet një pritshmëri dhe një shpresë e banorëve që ky proces të mbyllet sa më shpejt, më në fund është përblyer dhe jemi tashmë para faktit të kryer dhe sapo të zbardhet akti do të vijohet me procedurat e tjera që lidhen me shortin. Janë qindra apartamente që do të jepen me këtë short, që është lajm i mirë. Do punojmë shumë për të përmbyllur ndërtimin, do punojmë gjithë bashkë për një kombinat shumë të jetueshëm, për një njësi gjashtë do të jetë shumë e jetueshme nga të gjitha aspektet, edhe në lagje, po edhe si komunitet. Kombinati ka hapësirë për të bërë shumë gjëra, ka hapësirë të tuara. Ndonjëherë gjërat ndodhin për një arsye, pavarësisht se nuk dua të kalojnë atë, po tashmë mbas shëmbjes mund të bëjmë një rindërtim akoma dhe më të mirë. E mund të bëhet një qytet brenda një qyteti shumë të madh, i cili mund të jetë model ashtu siç janë edhe qytetet europiane. Ka shumë hapësirë dhe ka shumë, do të parke, lore që ka shumë gjëra që aty mund të realizohen tash, me hapësirë që janë krijuar kombinat. Patjetër, inovacioni, kultura ka shumë nevojë, ata banorë kanë nevojë që të rijetëzojnë. Është ndonjëherë keq që në disa situata në kombinat jemi jo mirë, por është e mirë që nga ky moment jo i mirë, në disa prej tyre mund të kapërcejmë direkt në një moment të shkëlqyer, që mund të ishte një ndryshim i madh, sepse dhe ekonomikisht përkon me momentin më të mirë ekonomik të vendit. Domethënë po themi, nëse do zgjoheshim dhe papritur do ishim vitin 2003, 2005, 2000, ku diun, nëse përpara vitit 2000, ekonomikisht nuk do ta gjenim dot forcën dhe energjinë që ka sot vendi, dhe edhe nga pikpamja e zhvilluesve privat, çmimet e shitjes, ku diun, forca blerëse e tjerë, sot janë të pakrahasueshme me një dekadë sa përpara apo 2 dekada, dhe kështu që do ketë shumë zhvillime që do të bëhen edhe në partneritet me zhvilluesit privat. Sot tregu është më i fuqishëm, sot kombinati, si më thënë, po të dali me shumë projekte të cilat mund të jenë edhe në interes të zhvilluesve privat, do ishte me vërtet shumë herë më shpejt i ringritur, edhe do kishte shumë tepër interes edhe nga shumë banorë që të vinin të jetonin kombinat, do kishte interes nga ndërtues që të ndërtonin kombinat, do kishte interes nga investitorë të investonin kombinat. Edhe kjo që do bëjë që kombinati të marrë jetë edhe në kuptimin ekonomik, edhe në kuptimin e zhvillimit, dhe kjo pastaj do sjellë që kjo masë e madhe qytetarësh dhe familjesh të reja të sistemuara do kërkojnë të jetojnë natyrisht në një cilësi më të lartë, edhe në aspektin urban, por edhe në aspektin social. Kështu që kjo do vetvetiu do sjellë shumë më tepër mundësi. Pra, 4 vitet që kemi përpara, 4-5 vitet deri në 2030, me potencialin ekonomik që kanë, do japin shpejtësi shumë më të madhe për ata, edhe për ata më skeptikët e më mosbesuesit, duhet ta kuptojnë që ka ca rregulla, ka ca ekuacione ekonomia, ka ca matematika ekonomia që bëhen të mundura edhe kur nuk ta merr mendja, sepse forca ekonomike ka shumë rëndësi. Pra, domethënë në këtë moment edhe bashkia ka buxhet më të lartë, edhe shteti ka buxhet më të lartë, po edhe po themi tregu privat ka shumë më tepër mundësi për të investuar në kryeqytet. Ne këtu jemi 7-8-9 kilometra nga qendra, kështu që jemi një nga zonat më të afërta, më interesante për të investuar, dhe që do jetë me siguri në të ardhmen shumë shpejt, do jetë një epicentër ekonomike, një pol ekonomik, kulturor, social i kryeqytetit që jo vetëm ata që janë nuk duhet të shesin dhe nuk duhet ikin, po do të rritet vlera pronës, do të rritet vlera e kushteve të jetesës këtu në kuptimin e zonës që ata banojnë, edhe do jetë më vërtet një zonë që do jetë kënaqësi të jeshtë nga kombinati. Unë ju falenderoj shumë, uroj shumë që të gdhihemi pas zgjedhjeve me një rezultat fantastik në njësinë 6, edhe në kryeqytet, edhe në qark. E sigurt që nëse unë do dalë shumë mirë, ju keni luajtur një rol shumë të rëndësishëm, ju dhe shumë të tjerë si ju. Nëse dalim keq, fajt i kam vetëm unë. Kështu që po nuk e besoj që të jetë ky skenari që mund të ndodhi. Edhe do shifemi shumë shpejt pasi të dalin fitimtar për të marrë përgjegjësi të gjithë bashkë. Faleminderit. Shara.